Ata menduan se ti do të thyeshe, menduan se do të luteshe, menduan se tradhtia do të bënte më të vogël, më të qetë dhe më të dobët, por ata nuk e kishin llogaritur këtë. Nuk e kishin pritur që heshtja jote të ishte forcë, nuk e kishin pritur që mungesa jote të bëhej e rëndë, nuk e kishin pritur që humbja e tyre të bënte ngadalë të dukshme gjithçka që e kishin marrë si të mirëqen. Kur dikush të tradhton, zakonisht llogarit vetëm reagimin tënd të menjëhershëm. Ata presin lot një përballje që ti të vraposh pas tyre për të gjetur mbyllje. Por ajo që nuk llogarisin është njeriu që ti bëhesh pas dhimbjes. Tradhtia nuk të lëndon vetëm, ajo të shndërron. Dhe ndërsa ata ishin të zënë duke justifikuar sjelljen e tyre dhe duke i thënë vetes se ti do të qëndroje gjithmonë, diçka brenda teje ndryshoi jo me zë të lartë, jo në mënyrë dramatike, por përgjithmonë. Ata menduan se ti do të ishe i njëjti person. Nuk llogaritën rritjen, dinjitetin, apo mundësinë që ti të zgjidhje veten. Mësimi më i vështirë për dikë që të ka tradhtuar është të kuptuarit se versioni yt, tek i cili donin të ktheheshin, nuk ekziston më. Kur të tradhtuan, nuk të lëndoi vetëm zemrën të tronditi realitetin. Tradhtia nuk ka të bëjë vetëm me atë që ata bën, por me atë që ti ke besuar. I ke besuar fjalëve të tyre, premtimeve të tyre, versionit të tyre që ata ta treguan. Dhe kur kjo figurë thyet, ndihet sikur toka po të shembet nën këmbë. Rrotullon bisedat në mendje, dyshon në intuitën tënde, pyet veten pse nuk e pe më herët. Por pikërisht këtë ata nuk e kishin llogaritur, që kjo dhimbje do të zgjonte. Fillimisht qave, u ndjeve budalla që kishe besuar, i turpëruar që kishe dashur kaq hapur, i vogël që nuk ishe larguar më herët, por ngadalë diçka nisi të ndryshoj. Në vend që të thyej, tradhtia të bëri të shije më qartë. Fillove të shohësh modele që dikur i kishe injoruar. Fillove të vendosje kufi që dikur i kishe shmangur. Nise të zgjidhje paqen në vend të përpjekjes për të provuar vlerën tënde. Ata menduan se tradhtia do të mbante, nuk llogaritën që do të bënte më të fortë. Tradhtia ose të bën të hidhur, ose të bën më të mençur dhe ndërsa ata menduan se ti do të prisje, shpresoje dhe falje, ti u rrite në heshtje. Versioni yt që ringrihet pas tradhtisë nuk është i dëshpëruar, por i vetëdijshëm. Kur të tradhtuan, menduan afat shkurtër, kënaqësi e momentit, vërtetim i momentit, ego e momentit. Ata menduan se do të reagoje si gjithmonë do të përballeshe, do të qaje, do të kërkoje shpjegime, ndoshta edhe do të falje përsëri. Sepse kështu ishe ti dikur, i duruar, mirëkuptues, i gatshëm të punoje për gjithçka. Por çdo tradhti ka një kufi. Dhe kur ky kufi arrihet, diçka në ty ndryshon. Ti ndalon se debatuari, ndalon se përpjekuri për të bindur dikë që të njohë vlerën tënde, ndalon se kërkuari minimumin. Dhe kjo heshtje, kjo distancë e qetë, është pikërisht ajo që ata nuk e prisnin. Ata prisnin kaos, jo qetësi. Prisnin që të luftoje për ta, jo që të zgjidhje veten. Në fillim ata mund të ndihen madje të lehtësuar, asnjë përballje, asnjë dramë. Por lehtësimi shndërrohet në hutim, sepse mungesa jote nis të ndihet ndryshe. Ti nuk shkruan më, nuk je më emocionalisht i disponueshëm, nuk reagon më. Dhe kur dikush humbet qasjen në një zemër që e ka marrë si të mirëqen, kurreshtja shndërrohet shpejt në shqetësim. Fillimisht ata besojnë se heshtja jote është e përkohshme. Asaj i duhet vetëm pak kohë. Ai do të qetësohet, ajo do të kthehet. Sepse ti gjithmonë je kthyer, gjithmonë ke provuar të rregullosh, gjithmonë ke falur, gjithmonë ke dashur më fort se gabimet e tyre. Por këtë herë ndihet ndryshe. Ditët kalojnë, pastaj javët dhe energjia jote nuk kthehet. Emri yt zhduket nga njoftimet e tyre, zëri yt nga netët e tyre. Prania jote, dikur e sigurt dhe e vazhdueshme, bëhet një kujtim. Dhe atëherë fillon jo pendes dramatike, jo faj i beft, por një zgjim i ngadalt, i pakëndshëm. Ata nisin të ndjejnë mungesën e dashurisë tënde. Askush nuk pyet për ta si ti. Askush nuk dëgjon si ti. Askush nuk beson tek ata si ti. Zëvendësimi duket emocionues në fillim, por është i zbrazët.
Bisedat janë më të lehta, por më bosh, dhe pa pritur gjithçka që morën si të zakonshme tek ti bëhet e rrallë. Ata kujtojnë durimin tënd, besnikërinë tënde, faljen tënde, faktin që ti qëndrove edhe pse largimi do të kishte qenë më i lehtë. Dhe vjen kuptimi i dhimbshëm, ti nuk ishe i dobët, ti kishe zgjedhur ata. Dhe tani ajo zgjedhje nuk ekziston më. Pikërisht këtë ata nuk e prisnin. Pastaj vjen nata kur asgjë nuk ndihmon më për t'u shpërqendruar. Telefoni është i heshtur, dhoma është e qetë, dhe për herë të parë nuk ka asgjë aq të zhurmshme sa të mbuloj të vërtetën. Atëherë pendesa ndalon së pëshpërituri dhe nis të flasë qartë. Ata kuptojnë se ti nuk ishe shumë emocionale, as shumë e ndjeshme, as kërkuese. Ti kërkove vetëm qëndrueshmëri dhe qëndrueshmëria është e vështirë për dikë që jeton me momente të përkohshme. Ata nisin të shohin modele brenda vetes si vrapojnë pas emocioneve të forta, si shmangin përgjegjësinë, si e ngatërojnë vëmendjen me lidhjen e vërtetë. Dhe ngadalë mungesa jote bëhet një pasqyrë. Sepse pa ty që i qetësoje, që i mbroje nga pasojat, që qëndroje pavarësisht dhimbjes, ata mbeten vetëm me sjelljen e tyre. Dhe pikërisht kjo i trondit me të vërtetë. Nuk është vetëm mungesa, është kuptimi se ata humbën dikë që donte të ndërtonte diçka të vërtetë. Ata kujtojnë si i shikoje me besim, kujtojnë si i mbroje edhe kur të tjerët dyshonin, kujtojnë sa e sigurt ndihej dashuria jote. Dhe siguria është e rrallë. Në atë moment, pendesa ndryshon nga ego në vetdije. Jo sepse ti lëndove, por sepse u largove me dinitet. Dhe diniteti i detyron njerëzit të përballen me atë që kanë shkatëruar. 5. Rezultati i papritur që ata kur nuk e kishin parashikuar. Ajo që vërtet nuk e prisnin ishte kjo. Ata kur nuk e menduan se ti do të lulëzoje pas thyrjes së zemrës. Menduan se tradhtia do të dëmtonte. Nuk menduan kur se ajo do të bënte më të zgjedhës, më të fortë dhe më të sigurt në vete. Ndërsa ata ishin të zënë duke justifikuar veten, ti u rindërtove në heshtje. Fillove të investoje tek vetja dashurinë që dikur ua jepi atyre. Vure kufi pa faj. Ndale së sqaruari ndjenjat e tua. Ndale së zvogëluari veten për t'u bërë më e lehtë për t'u mbajtur. Dhe pastaj ndodhi diçka e bukur, fillove të tërhiqje energji më të shëndetshme. Jo sepse e ndoqe, por sepse ndale së toleruari më pak. Ky është kthesa që një tradhtar nuk e sheh kur duke ardhur. Ata menduan se të humbisnin ty do të ishte e përkohshme. Nuk pranuan të mundësinë që ti do të rriteshe përtej versionit të vetes që pranoi paqëndrueshmërinë e tyre. Dhe një ditë, kur të shohin nga larg e qetë, e fortë, jo më emocionalisht e disponueshme për kaosin e tyre, më në fund e kuptojnë. Ata nuk humbën vetëm qasjen në dashurinë tënde. Humbën versionin tënd që do të kishte qëndruar pavarësisht gjithçkaje. Dhe ai version nuk kthehet, sepse rritja nuk ecën mbrapsht. Nëse je tradhtuar, le të jetë kjo kujtesa jote. Ti kur nuk ishe shumë. Ti thjesht e deshe dikë që nuk ishte gati të vlerësonte thellësinë. Dhimbja jote nuk shkoi dëm. Ajo të rafinoi, të mësoj se kush e meriton butësinë tënde dhe kush meriton vetëm distancën tënde. Ndonjëherë hakmarrja më e madhe nuk është t'u provosh të kundërtën, por të bëhesh i paangazhuar. Dhe asgjë nuk e trondi dikë më shumë se sa ta kuptoj se personi që e lëndoi është bërë më i fortë pa të.